Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Teoria ndalu ti se jemi ne, me mua nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do funksionoj për sa kohë unë jam këtu me votat e shumicës së shqiptarëve. Ky është një territori i luftës hibride që zhvillohet, për cilën kemi dëgjuar nga vende të tjera dhe e cila ka ardhur edhe këtu në vendin tonë. Ky është sulmi që është bërë nga ata që janë armiqtë Shqipërisë, Irani. Një pjesë tjetër janë konkurrent, siç janë fqinjët që i shpërndajnë gjithandej gjithë llojet e fallsiteteve. Lloj njerëzish që kanë në fjalorin e tyre 40 fjalë, nga cilat 20 i kanë një rrokshe. Ik, të që, qërë, rëdë, të dë, qarë ambientalizmi është kë? Qa ambientalizmi është kë? Kjo është ndotja më e madhe akustike që mund t'i bëhet një shoqërie. Atje dua komplet të virgjër bregun e detit. Atje nuk du të shoh asnjë ndërtim. Atje du rërën, dua flamengot, dua dhe pembët, se atje do dal me bikini. Me bikini edhe do dal shumë profil. Tak, edhe me atë fjen e vogël këtu që duket edhe që gjithë këta që i shkojnë nga mrapa në proteston, inshallah po i kputet lidhja. Shqipëri e sapi, duam flamingot. Do flamingot. Po je sigurt që të duam flamingot ty? S'kan goj. Kam goj unë. Edhe për ata. Kjo është kur thoshte miku im Indiej Buerlako, të kesh dy byth, një ta mbash e një ta qash. Forcat të ndryshme hedhin në bulevard Gurët, deri dhe nga Kosova dhe nga Tetova, dhe fshejnë dorën. Njësoj si opozita e këtushme, që derdh në bulevard prurjet e kënetës vetë, grushtetasit e raskapitur të 98-ës, e deri tek tabakat, që mbi taka mbledhin lajke, duke ecur me pasqyrë përpara dhe duke qarë hallin e popullit, ndërkohë që dhe partitë e reja që mbetën të vogla po u bën të vjetra, kërkojnë dhe ato një copë aty në atë prurjen e re protestës. Shqipëria u bë zogu. Ne u gjendëm në mes të saj. Jo si autor, as si protagonist, po thjesht si skenë. Dhe kjo në vetvete është risia e kohës që ne jetojmë. Një kohë ku algoritmet udhtojnë më shpejt se sa vërtetësia e lajmeve.